ka njëherë për shembull që thotë, po ky vit 16 euro i ka. Tash na i patë marr rrogën e 13. Dikun ky ka rrogën 3.000 euro, 6.000 euro. Mas 20 ditë ky i pat vit 16 euro. Domethënë kjo shihet që është bon një makinacion për me qitë qashtu për propagandë. Ky njeri darka nuk pagun. Ky njeri takime dhe darka të mëdha nuk pagun. Ky njeri kur gjon nuk pagun. Ku i lën që ky ose lun kuc? Ky Martin Berisha që ka marrë parë pe Serbisë, këtu i kanë nxjerr pe banka në Kosovë. Kjo dihet. Edhe këto janë shifra marramense, domethënë shkojnë dej me qindra miliona, dej 1 miliard që kanë bërë transakcion, ndoshta i kanë vjedhur 200-300 milion. Kur ke nitin Kosovë që i ka vjedhur dikush dej 500 milion. Veç që ta i kanë vjedhur. E kjo çështja me tendera një burimor. Kë aty vjedh, aty kur do njëri më vjedh fort, veç e bën çat punë. Po tash kjo bo standarda, ke po që as nuk fol kush për këto. Të na u bëjshin njerëzit nervoz, delshin gazeta, piskatshin, jo OSHP-ja, jo kështu. Këta hiç nuk kanë ashtu, këto kompanit nuk kanë konflikt. Ata veç i thirrën edhe në tavolinë, thotë qëre, ti më jap mu që ka shpërqen, unë ta jap ty çto. Këto kanë një burimor, domethënë i bën me komunikim direkt me kompaninë, s'ka ankesë, s'ka kurrë. E kjo tu vazhdu që 6 vjet. Këtë një burimor, kur gjo nuk ka konkurencë, kur kush nuk konkuron për më morë diçka me çmime. Ashtë i korruptum Albin Kurti? Urna? Ashtë i korruptum Albin Kurti? Po, fort. Nikëm, nështë disa njerëz, po, menoj që kjo strumbullari i këtij zinxhiri dhe i këtyne lidhjeve dhe i këtij organizimi, po tashti njerëzit nështë kanë qef mjau incizu të i morë paret, ose të shku mi bo paret aty grumulla, diçka, ashtu nuk muj me bo. Po këtë që të e në indikator, këtë të e në isharete, këtë të e në fakte, që këta njerëz janë shumë të korruptum, edhe që kjo është korrupcion, kur pjau epin thmive dhe pleshve dhe që pjau epin këto ka 100 euro, kur pju te këtë para zjedhe, edhe kjo korrupcion. Edhe biletat e aeroplanit kur paguën, për shembull, me qindra bileta, e që janë miliona euro, për marrë njerëzit më votua, dhe kjo është korrupcion. Po thu që është fort i korruptum. Çu komenton se i deklaroi vis 16 euro në fund muajit, edhe pse në atë kohë ka dalë edhe rroga e 13, 16 euro. Kryeministri djes që të një viducionist për udhtim në aeroplan, tu prit njerëz aty, ky të hyj barabart me stetoa në aeroplan. Une masi kem dëbojnë me njerëz që edhe i besojnë të, se ka njerë për shembull që thotë, po ky vit 16 euro i ka në. Dhe më thonë njerë jo, që i ka dhonë me qindra të ndera një burimor, njerë jo, që folet edhe i akuzum njeri për qindra miliona euro transakcion me Serbinë dhe përfitime, edhe ministrat ndryshëm të akuzum për qindra miliona, edhe këtë del qëtë një demek e kom, dhe më thonë edhe unë që këtë rroga më shkon kredit, si kur se marë, si edhe grus, edhe unë e mjesin ma shumë se 16 euro. Apo kupton, që aty tashna i patë morë rrogën e 13. Dikun kjo ka rrogën 3.000 euro, 6.000 euro. Mas 20 ditë e kjo i patë vit 16 euro. Dhe më thonë kjo shihet që është bon një makinacion për me qitë qashtu për propagandë. Nëse këti si ka marrë 6.000 euro në fund mujt jesin 16 euro, kjo fletë prezident në rronë ekonomikës është në Kosovë. Po, fletë edhe për ato. 6.000 euro është në fund mujt me 16 Ky njëri, 6.000 euro si kanë dalë ti për 20 ditë. Tjetra, ky shtëpi me qira është, besoja qiroja pagun shteti. Ky i përdor kjerët ka 500.000 euro, gjys milioni vetur enet. Edhe jo vish një, 10 vetura enet që bojnë ka gjys milioni euro. Ky njeri darka nuk pagun. Ky njeri takime dhe darka të mëdha nuk pagun. Ky njeri kur gjon nuk pagun. Ku i lën që ky ose lun kuck, ka që mundë që i lun kuck, se 6.000 euro, e me të metë për 20 ditë. Se di sakë sa ditë, po dikun ka 20 ditë më tjetë vit 16 euro, ose nuk menagjon këj kurqysh, ose o krejt e marume, është propagandë, edhe është që kjo që i pëthunë ti, nësa aj me 6.000 euro nuk pidalin për 20 ditë, e qka bën këj që e ka rrogën 500 euro, pra qësh jeton këj njerë. Edhe që tu gjveshet edhe demontohet këtë propaganda e levizjes vetë vendosje që e livdojnë fukarallahun, i armitsojnë të varfrit kundrejt të pasurve, i akuzojnë edhe i armitsojnë të pasurit kundrejt të varfërve,
Se këta që të politike kanë pru, atër këtu këtë demontuat edhe shije që kjo është këtë e marume, si propagandë edhe është në funksion të përqamjes popullit, edhe është në funksion të përfitimit ti me anë të përqarjes. Për shembull, Fidan, unë jam njerë që pajtoj njerës, kjo e bën të kundërtën. Mu më zbardhen flak të munu mi pa mirë shqiptarë, të pajtu. Kemi pa video, po pajton. Kjo e bën të kundërtën, do më thonë kjo e bën ato që e ka lajshme.